Përshëndetje miq të dashur. Si çdo të shtunë ne jemi së bashku. Ashtu siç e tham dhe herën e kaluar, ne sot në studio do të kemi të tjerë fëmijë, të cilët do të merren me artet marciale. Ata të parët kishin marrë deri te brezi me ngjyrë të kuqe, ndërsa unë kam brezin e zi siç e shikoni. Por të shohim si do të kenë ngjyrat këtë radhë të gjithë fëmijët e tjerë që do të na vinë. Një përshëndetje ju vjen edhe nga unë Pumbi. Kjo është e shtuna e fundit e muajit shkurt. Sot në darkë, në qytetin e Korçës, nizen zjarre për të lajmëruar ardhjen e pranverës. Korça është qyteti i vetëm në Shqipëri që e feston këtë ditë në 1 dhe 14 mars. O Pumbi, uroj të më bëj mami biskota sot. Sa qef, edhe më 1, edhe më 14 mars, unë festoj. Sa qefi kanë festat, sepse atje ka shumë ushqim. Po, të gjithë e dim atë gjë. Eja të njihemi me fëmijët, se dhe këta janë shumë të fortë. Eja në kalamaja. Ejani. Përshëndetje. Përshëndetje, si kemrin? Ajan, Ajan, ta gëzosh. Ajan, në çfarë klase shkon ti? klasë të dytë. Oh, sa mirë, do kënaqemi sot. Mirupafshim. Mirupafshim. O Pumbi, shikoj Alipin sa vajze pas ka me dy me gjyra. dy gjyra, po. Si të quajnë? Maja, Ua, Maja, si ajo këngëtarja. Maja, më trego pak për domethënien e ripit tënd. Që është me dy ngjyra. njëra është e vadhë, njëra e vezë. O sa bukur. Po, sa Maja, bukur. më thuaj në shkollë. Cila lëndë pëlqen më shumë? Detyrat. Detyrat, sa bukur do vish ti bash në detyrat e mia. Jo, mos e bëj, Faleminderit, mos e bëj. mirupafshim. Mirupafshim. Ua, po ty si të quajnë? Gjorë, Gjohan, Sa emër i veçantë George. çari pike ti? të barë, Po ne kam të zi. Edhe unë e kam të zi. Por i bardh, çdo të thot. filestar. Fillestar. Pra ti sa ke nisur me artet marciale? Sa mirë. Më thua çfarë të pëlqen ty të bësh në kohën e lirë, përveç arteve marciale. Të luaj futbol. O sa bukur. Po lojtari i preferuar në futboll, cili është? Misi. Oh, sa mirë. Ua një princesë. Princesë. Bukuroshe, si e ke emrin? Vivjen. Vivien, sa emri veçantë. Sa emri veçantë, po. Pa më thua çfarë të pëlqen ty më shumë? Në kohën e lirë të luash me shoqet, me kukullat, më thuaj. Të nduaj me kukla. O sa sa bukur. Po me pimbin. Po me Pumbin do të luash? Ja me pimbin vetëm. Jo, me Pumbin. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Si e ke emrin? Ama. Amar, sa emri veçantë. Amar, do më thuash pak cili e shoku yt më i ngushtë? E ngusht. Po. Amosi. Un kam pumbin. Edhe un kam Pimbin. Amar me çfarë luan ti? Çfarë të pëlqen më shumë? Me pistoleta. Me pistoleta. Ah. Sa bukur do më vrosh mua. Ku të rritesh do bësh policë domethën. Oh, sa syç ka të bukura, Pimbi, shikoj pak. O Pumbi, ky qen ka kaq i vogël dhe ka ripin e verdh. Ja ta pyesim mirë si e ka emrin. Përshëndetje, si e ke emrin? Peshi putka. Peshir, sa emri veçantë. Më thuaj pak, ripi yt i verdh, çfarë simbolizon? Ta them unë e di. Ma thuaj. Është një gradë mirë i lartë se ripi i bardhë. Peshir, më thuaj pak, të pëlqen ty të luash me shokët? Po. Çfarë luani zakonisht? Të luaj me karike dhe me këta. Elfin me... O sa më ka marrë malli mua të luaj me karike. Oh, sa bukur, do kënaqemi sot. Mirupafshim. Ç'kemi bukuroshe? Të O, lutem, qa do ma jap buzëqeshje për të të bukur. fjongon. Të lutem. Shiko, ne do bëjmë një marrëveshje. Unë do të jap këtë ripin e zi, kurse ti do më japësh atë fjongon. Dakord? Dakor. Tani më thuaj pak emrin. Jasmina. Wow, Jasmina. Jasmina, si emër princeshe. Mos gabimisht, më ke sjell ndonjë çik mjaltë. Ja. Ngorza, sa mirë ka bërë nuk zuje. ka sjell. Jasmina, në çfarë klase je ti? Ja në parashkollar. Para shkollor. Parashkollor, sa bukur. Pa më thuaj, si i kalon kohën e lirë? Luan me shoqet, luan me kuklla. Pa. Oh, sa sa bukur. bukur. Mirupafshim. Papsim. Ua, Bukurosh, si e ke emrin? Lora. sa buzëqeshje të bukur. Lora, cila është lënda jote preferuar? Nintendo. Ah,
luan me lojra, pra. Shumë bukur. Në qa shkollë dhe shkon? Në Kopës. Në Kopës? Shkon në Kopës. O, sa bukur. Cili është miku yt më i mirë nga Kopshti? Grek. Po, ndonjë film vizatimor që të pëlqen? Cila? Film për fëmijë. Për fëmijë, sa bukur, miru papsi. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Jan, Jan, në çfarë klase shkon ti? të tretë. Sa bukur. Ke lexuar ndonjë libër kohëve të fundit? Po. Pa më thuaj pak. Cilin libër? Liza në botën e çuditërave. Oh, sa Sa bukur. Ajo në të vërtet e ka titullin Pimbi në botën e çuditërave, se Pimbi gjithmonë në botën e çuditërave është. Ho, sa qef, jam libër do me thënë. Pa më thua qari pike ti. Të verdh. Të verdh. Unë kam të zi. Qenë kaj fortë. Miru papsi. Pafshim. Përshëndetje. Skemi. Përshëndetje. E nje atë brushli? Po. Oh, i bëjt fala dhe nga mua kur të takosh. Faleminderit. Si ke emrin? Alvi, Alvi. Albi, qarë të pëlqen ty më shumë? të bëj sport. Përveç arteve marciale, qarë të pëlqen tjetër? Futbolli. Futboll? Po, O, e do tari luaj preferuar? pastaj kur mbaroj emisioni. Bellingham. Bellingham, shumë mirë. Me mësimet je mirë? Po. Të lumtë, miru Po, lënda papsi. jote e preferuar? Gjuha. Gjua. Shumë bukur. Mirupafshim. Pafshim. Mes dy artrokitjes të ngrohta dhe plot ngjyrë të bardhë ka nisur dhe kjo është tunë e fundit e 28 shkurtit në emisionin e fëmijëve Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Siç ju tham dhe javën e kaluar, ne kemi një pjesë të fëmijëve të cilët merren me artet marciale me profesor Dorian Potkën. Unë falenderoj edhe një herë profesorin që bëri të mundur ardhen e fëmijëve në këtë emision. Dhe një duar trokitje për profesorin. Japim profesorin duar trokitje. Bravo! Ju urojmë miq të ardhin dhe unë teat të gjithëve të dashur teleshikues. Më vjen mirë që java kaloi shumë shpejt. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje. Për pak deshuarova. Po e se te, ajo Jonida na haroj. Po, Ja kisha lënë radhën teas, jo Po. sa harrova, se ku Më vjen- harrojnë ju të dy dhe të duash tu harrosh, nuk ju harron dot ju të dyve. më vjen mirë që java kaloi shumë shpejt dhe jemi përsëri së bashku në shtëpizën tonë të vogël në ekranin e re të Shikoqës. Sot, siç tha dhe Jonida, kemi përsëri fëmijë shumë të fortë, të cilët mësojnë se si të kalitin trupin e tyre dhe për më tepër se si të vetmbrohen. A dua të them diçka unë për të artet marciale? Pumbi, më duke se Pimbi më falë, që nge përgatitur sot. Po. Forca, çfarë do thuash? Sportat luftarake janë në shkastësi, ose artet luftarake, që shpesh i hasim të quhen artet marciale, të cilat kanë kaluar për procesin e modifikimit, të fisnikërimit dhe të humanizmit, në cila elementet, teknikat e luftimit janë vënë në kornizat të frymës dhe të parimeve sportive. Ndryshimi në mes të sporteve luftarake dhe shkastësive luftarake, si ato të mbrojtjes, qëndron në faktin se shkastësitë luftarake janë shkastësi apo variante shkastësisht që nuk kanë kaluar procesin e transformimit të sporteve. Për këtë arsye, të shkastësive luftarake apo të shkastësive mbrojtëse nuk bëhen dhe nuk mund të bëhen gara sportive. Kam dhe unë diçka. Forca Pumbi. Tradicionalisht, artet marciale janë identifikuar si arte marciale që e kanë origjinën nga Azia. Megjithatë, kur kuptimi i arteve marciale filloi të zgjerohet, artet marciale, të cilat u zhvilluan, të krijohen jashtë kufive të Azisë, filluan që të etiketohen si arte marciale. Teknikat e arteve marciale vinë në forma dhe madhësi të ndryshme. Në mënyrë të thjeshtë, teknikat e arteve marciale mund t'i ndajmë në teknika pa armë, në të cilat praktikuesi nuk përdor armë, përveç pjesët e tij të trupit, dhe në teknika me armë, thika, shkopinj, shpata e të tjera. Po, faleminderit. I dinit ju këto për artet marciale? I dini, po, ja u kishtën profesorit të gjitha, ha? Bravo, shko sa mirë të përgatitur. Po, profesori ju ka sjell ju dhe ne përshëndetëm nga ekrani. Atëherë, unë do të filloj me Majan. Maja, mbaj pak mikrofonin të lutem dhe shohim nga kamera drejt. Kthehemi bukur. Maja, sa kohë ke ti që merresh me taekwondo, sepse po shoh që ke ripin dy ngjyrësh të bardhë dhe të verdhë. Shohim drejt ande nga kamera. Sa Sa koke kohë ke? që merresh? Ke vite? Ke 1 vit, Ke 6 dy. muaj, 2 vjet. Sa kohë ke që merresh me këtë sport?
5. 5 muaj apo 5 vjet? 5 muaj, në rregull, 5 muaj të Po çfarë do pëlqen? të thotë ripiz? I verdh me të bardh. Çfarë simbolizon e bardha dhe e verdha? Do të thotë e verdha, do të thotë diell, që diçka e bukur po Po. çel, Dhe e është e bardha ngrohta e simbolizon? diellit. Maja, të ta bëj një pyetje? Faqe edhe pse ju nuk keni faqe. Atëherë, Maja, të ta bëj një pyetje? Po. Përse të pëlqen kaq shumë ky sport? Se të bëhem e fortë. të bëhet e fort, bravo Maja. O, do Ja më japim mbrosh një- dhe mua kur të bëhesh e fort. Do ta mundësh pimbin? Apo Kur të do bëhesh ta shumë e fort? mbrosh? Do ta mbroj. Të Do ta lutem, mbrosh. Bravo, faleminderit, Të faleminderit, mbrojmë, Maja. të vetë mbrojmë, jo vetëm të luftojmë apo jo. Ja japim Xhorgjit mikrofonin. Xhorgj, më trego pak, shohim drejt te kamera, më thuaj, përse të pëlqejnë artet marciale dhe sa kohë ke që shkon? Unë kam 5 muaj. Përse të pëlqejnë artet marciale? bëhem i fortë. Tjetër, Oh, sa bukur. Që të brohem. të lumë. Mbrohem, të lumt, shumë mirë. George, të ta bëj një pyetje? Po, Të duket vetja ty si më i fort me që merresh me këto sporte? po, Oh, po në klasë të kanë frikë shokët? jo, Oh, i ke shok të gjitha apo jo? po. Të lumt. Ja japim Vivienit mikrofonin. Vivien, edhe Vivien ka ripin e bardh. Po. Janë fillestar, një pjesë e mirë e tyre. Edhe Amari të Edhe bardha Amari ka. të bardhë ka. Sa kohë ke ti Vivien që luan këtë sport? Unë nuk e Nuk e di. Nuk e di, po. Vivien ka disa muaj, është pak e tushme di Vivieni. Vivieni, në çfarë klase je ti apo shkon në kopsh? në kopësh. Në kopsh. Cila është shoqja jote preferuar atje? Me kë ulesh gjithmonë te kopshti? Me kë riti më shumë? Me Nivja. Me Nivja apo Vivien? Nivja. Nivja. O, Vivien, do Nivja. ndeshim mirë bashkë pastaj kur mbaroj emisioni. Do bësh një ndeshje me Pimbin? Apo do ta mbrosh pimbin kur të ndesh me dikë tjetër? Si do ta bëjmë? Do ta mbrosh Pimbin apo do ta mundësh? Unë do të mund. Do ta mund. Xhorgji do ta mbrosh. Lele. Jo, s'ka shans, mundesh se unë me ti. kam rip të zi. O, jo, një Amari, kam okej, rip të zi. siguri ajo do të mund të ty. Në rregull. Amari, Atëherë, kthehemi përpara Ja që japim të Vivien, vinë ja japim Amarit mikrofonin. Amari, shikojmë tek kamera drejt dhe kthehemi përpara bukur që të dukemi. Amari është në kopësht. Amari, sa kohë ke ti që merresh me taekwondo? Dhe gënon, 2 kohë. 2 kohë. Dy Po, kohë. nga 2 muaj. 2 muaj. Shumë mirë. Për çfarë të pëlqen ky sport? Shohim drejt zemër. Pse të pëlqen ty? Ti je i fortë, të kesh Të vetë mbrohesh, Timi fort. ti je i fort. Sikushdo që të bëhesh ti i fortë. Si... Si Pumbi. Si Popaj. Si Popaj! Po, Në po, rregull, ta si spinaq. Popaj. Janë të vegjël, janë fëmijë 4 Në vjeç kopës gjysmë, dhe në 5 vjeç parashkollor, gjysmë dhe po. në parashkollor. Vetëm disa janë pak më të rritur. E marri mikrofonin Amari dhe ne do të kalojmë përsëri të themi vjeshat. Forca Beshiri i vogël, e mbaj mikrofonin. Beshiri ka ripin e verdhë të taekwondos. Beshiri ka sy shumë të kaltër dhe Shumë të kaltër. Atëherë, më trego pak, sa kohë ke ti që stërvitesh? Shumë kohë fare. Shumë kohë kohë fare. Po. Po, Në konkurs ke marrë pjesë në një konkurs? Ha marrë. Ke fituar? Po, O, sa bukur. Shumë bukur. Ke ndonjë medalje të shtëpia ti? po. O, sa bukur, po në tatine kisha marrë të gjitha medaljet. Ka kupa, ka medali, ka... U sa Ka shumë kupa dhe medalje, po mirë, ato i ka babin e O, themi. Jonida, Ti ketë vetë. o, Jonida, kam një pyetje për të gjithë. Po, A shikoni filma ju kështu me artet marciale? shikon filma me karate ti? Po. Unë shikoj. Edhe Të gjithë shikon. Sheshin, të bëj një pyetje. Cili film të pëlqen? Si film? Po. Me pëlqen filmi Megara me makinë. Me gara me Me gara makina, me po edhe makina. karate në shikon Amari. Kthehemi përpara Amarit, të duken sytë e bukur atje. Beshiri, më thuaj pak, aty te kopshi, jemi i fort i kopshit ti? Po. E mbaj mikrofon, ja ta mbaj ona Po shokët të kanë frikë Të ty? kanë frikë shokët apo thon, hajde se kemi Beshirin që na mbron. Si thon shokët e tu? I mbron ti shokët? Po. Po motrën kur të rritesh do ta mbrosh ti? Po. Ah, sa bukur. Ja kaloj mikrofonin princesh Jasmina. Që e ka kombinuar Ka dhe ripin një me fjongon të fjongon. bukur në flok. Jasmina, Shumë bukur. sa ko ke Fjongoja qenë ime. në kurs ti? Po. E di që ja premtove fjongon e flokëve, ja premtove Pumbi do t'ja japësh kur të mbaroj emisioni? Ha.
I do meditaciongo. Sa kohë ke ti që merresh me këtë sport? Shojmë drejt e kamera, japim përgjigje bukur. Shumë sa beshiri. Shumë sa beshiri, në rregull. Po, çfarë të pëlqen ty? Pse të pëlqen ky sport? Sport garash. Po, në rregull. Ke marrë pjesë në një garti? Po. Ke fituar në një çmim? Unë kam një. Ka fituar. Të lumt, Jasmina. Kam një libër që isha unë fitova me gara me makina, me gara me bicikletë. Të lumt, Tamaris. Kthehemi përpara që të shohim bukur atje, që të shohim prindrit e të tonë, ja ku janë yjet tan të bukur. Jasmine, më thuaj pak të lutem, në kopshi ke shoqe ti? Po. Si ka emri shoqja jote preferuar? Kam në dy. Nikolin me Hanën. Nikoli dhe Hana, po ato merren kështu me arte marciale si ty? Po. Po ti kë do më shumë, Nikolin apo Anën? Ti ka të dyja. Nikolin. Në rregull. Po ato si thon, kemi Jasminën një shoqe të fortë? Po. Që na mbron? Bukur. Po Pumbin do ta mbrosh ti? Atëherë, ti je në klasën e dytë, je pak më i rritur. Kur shkon në shkollë dhe u thua shokëve që unë merrem me taekwondo, çfarë të thon ata ty? Si të thon shokët kur ti i thua? Të thonë çfarë është ky sport? Si kam thënë ndonjëherë. Si ke thënë shokë? Pra shokët nuk e din? Jo vetëm gjithë Korça, po gjithë Shqipëria, po të sheh edhe kudo më gjë që ti merresh me arte marciale, do të thonë pas kemi në klasë një shok të fortë. Dhe nuk e pas kemi ditur. Përse të pëlqejnë ty artet marciale? Përse të pëlqejnë? Që je Për të vetë regjistruar, mbrohesh? që je futur tek ky programi për të bërë artet marciale. Përse të ka pëlqyer kaq shumë? Çfarë do ti që të bëhesh? Të bëhesh i fortë, të kesh një trup të bukur? Çfarë të pëlqen? Të bëhem i fort. Superman. Po sa Të kohë ke bëhesh i ti? fortë. Sa Sa kohë ke që kohë? merresh? Në fakt 6-5 muaj. 6-5 5-6 muaj, në rregull, shumë e ke akoma rrugë të gjatë për të bërë, sepse me sa shok e ende ripin e bardh, apo jo? Të lumt. Të bëj një pyetje? Gjatë këtyre 5 ose 6 muajve, ke marrë pjesë në ndonjë konkurs? Jo. Do doje të merje? Po. Sa Patjetër. bukur. Të Ja uroj japim të marrësh dhe të mikrofonin një fitosh. tjetër djali. Është shumë bukur që fëmijët që në këtë moshë janë 4 vjeç e gjysmë, 5 dhe Të pak marrin më të pjesë, larta po. që janë çunat tek tavolina e fundit. Është shumë bukur që merren me këtë lloj arti, sepse në fund fare nuk është thjesht një sport, por është një art më vete. Emrin e njerë? Si e ke emrin ti, si quhesh? Lora. Lora, kishte një emër të veçantë, Lora. Sa kohë ke që merresh Lora me sportin? 4. 4 muaj? Apo 4, jo, 4 muaj. 4 muaj, po. 4 vjet është i vogël. Çfarë shiriti ke ti, Lora? Çfarë ngjyre ke shiritin? Të bardhe ka. Të bardh. Të bardh. Të pëlqejnë ndonjë përveç taekwondos, të pëlqejnë sportet e tjera? Po. Cili është sporti jot i preferuar? Futbolli? Futboll. Futboll. Po ti Lora, ke shok të ngushtë? Po. Cili është shoku yt i ngushtë? Grek. Si e kishte? Grek. Gregu. Në O, si ai rregull. libri. Japim një përshëndetje kështu, ja bëjmë dorë Gregu nga ekrani? Bravo. Edhe ne Edhe ne përshëndesim. Ate kemi dy çuna pak më të rritur, ja japim mikrofonin shokut. I ka syt e bukur. Në fillim fare Pimbi i tha që na ngjan me kë i the? Me Chucky Chan. Me Jackie Chan, jo Jackie te me një Chan. tjetër. E ndroj tani se ishte me një Endroj. tjetër. Po nuk e mban mend tani, Pimbi dhe tani, se ndroj. mban- Me këtë krahasoj me shpirt? Me Bruce Lee. Me Bruce Lee. Në filmat që ke parë të ka pëlqyer? Po. Më thuaj pak, ti mban ripin me dy ngjyra, Të blu kuq. dhe të kuq. Sa kohë të është dashur për të fituar atë rip? Rreth 4 vite. 4 vite. Pjesë në një konkurs ke marrë? Po. Ke fituar dhe medalje ose çmime? O, Si po prandaj ndihesh kam kur shokun fiton? atë. Që gjithë puna jote, gjithë mundi jot, gjithë lodhja jote në fund shpërblehen, jo vetëm për vete, por dhe për familjen, për profesorin që të ka mësuar. Si ndihesh kur merr atë certifikatën apo atë medaljen tek qafa? Si ndihesh? Ndjem shumë mirë, sepse e gjithë ajo punë ose vullneti nuk shkon dëm. Por i fyt çfarë simbolizon? Një gradë më të lartë. Një grad më të lartë. Alvit, ta Pra, bëj një përveç pyetje? rreziku që është e kuqja, Po.
Kemi... Është dhe qielli Me bluja, deri apo tani jo? ishte vetëm vajza e erës të kaluar që mbante ripin e kuq. Po. Dhe ishte e para, po. Po. Alvi, të ta bëj një pyetje? Po. A ja rekomandoni dhe miqve tuaj këtë sport? Po, ja rekomandoj. Çfarë do t'i thoje ti për këtë sport? Për këtë sport që nëse ata do me një pjesë, do ishte një gjë shumë e mirë. Për shkak se stërvitesh dhe të bën shumë mirë për trupin dhe shëndetin tënd. Po unë kam një pikë pyetje. Në qoftë se ajo komandojmë të gjithë dhe bëjnë të gjithë shumë të fortë atëre, si i bie? Nga kush do mbrojt dhe kush do mbrojt? Të gjithë do jemi Do jemi të barabartë dhe nuk do rrihemi me njëri tjetrin. Po edhe kështu jemi të barabartë. Do jemi të barabartë, do jemi të fortë të gjithë. Faleminderit Alvia, japi mikrofonin shokut. Si quhesh? Ai mban Johan. E verdh. Po ka dy më duket, sa ripat Jo, vjeske? një është rip, po është pak i gjatë, Johani e ka rrotulluar 2 herë apo jo? Po. Po pra një rip Po, është. se Një duken rip si teatr. dy. Duhet të shkosh dhe ti teatr të marrësh pak Po, të marrë pak bie. arte dhe marciale, sidomos për gjyrat e ripave. Johani, sa kohë është dashur për të marrë atë gradë? 1 vit e gjys. 1 vit e gjysmë. Kjo është Sa- grada e dyta, e Po. treta apo jo? Po ripat si ndroni, ose jam shumë kurioze. Në fillim e një të bardhin, pastaj e lini të bardhin dhe kalon në një fazë tjetër apo e mbani dhe të bardhin? E iqim, e mbajmë në shtëpi, E keni? bardhin? Po, e mbajmë kujtim. e keni kujtim. Dhe shkoni grad më lart. Po. Johan, kë rip synon ti të marrësh? Të zium. Po të ziun e He, kam të ziun unë e kam tani. E kanë ata të dy. Në qoftë se ja u thash dhe fëmijëve herën e parë. Johan, ti je i bindur që Po. ti je shumë herë më i fortë, të gjithë fëmijët këtu, të gjithë Se ata fëmijët, të- Se pimbi, duke se nisur pimbi. nga ty dhe të përfundojmë tek Maja janë 100 herë më të fortë se sa pimbi. E tha Ai se radhën e kote parë ka dhe vënë unë. atë Po ritëm. jo se sa pumbi. Atje nuk e di. Kush të bëhet një Ata fortë të le dy, të dini dalë të bëni atë lojën e zresmamin kolotumba unë. në lulishte ju? Atë lojën të shtrihesh në lëndinë dhe të rrotullohesh. Dhe të rrotullohesh në fund kështu. të lëndinës. Dini ta bëni atë lojën? Po. Po. Pimbi, Shumë, ka lëkurë. aty është i pari. Të sigur që në atë lojë Pimbi merr ripin e zi, merr çmimin më të madh. Kurse ju e merrni në artet marciale. Po. Në rregull, sepse Pimbi atë ditë bëj më mirë, vetëm të rrotullohet dhe të haj, po të jetë gara e ushqimit e sigur që ai merr jo ripin e zi, po e U sa qef, do bëjmë Tira ndarë me ushqimi, radhë. do bëjmë ndarë ushqimi. Në rregull. Johan, më thuaj pak, do t'ja u rekomandoje Me një shokë, po e kishte emrin e Ketrinës. Ketrinën e badën të kishte dhe një djalkë, mos e di emrin. në rregull, do vinte në emision ajo? Po, do vjerën tjetër, mos u shqetësoj, ne kemi vend plot, kemi emisione plot. Bravo Jasmina që kujdesesh dhe për shokët. Johani, Është një shoqe e miq. Po. në shkollë ja u ke rekomanduar dhe shokëve apo të thon shokët Johan pse merresh me këtë sport dhe jo me ndonjë sport tjetër se për shembull të gjithë fëmijët, pjesa më e madhe, Po, ha, kam them, thënë për pjesa të më e sport. madhe e fëmijëve na kanë ardhur nga Akademia e Skënderbeut, që kanë qenë pjesë e klubeve e klubit shumë sportër Skënderbeu në basketbol, në futboll, në volejboll. Por kjo e arteve marciale është shumë e bukur dhe veçantë. Po. Ja u ke rekomanduar shokëve? Po. Çfarë të thon shokët ty? Më thonë që ti je shumë i fortë, Të kanë frikë shokët? disa po, disa jo. Do i mbron shokët ti? Po. Të lumt. Joani? E në qofë se i mbron që të respekt, jo frikë. Po, normale që do t'i respektojmë shokët. Johan, edhe diçka tjetër të lutem. Po. Të ndihmojnë librat që mundet të kesh lexuar apo pjesë nga interneti përveç atyre që u shpjegon profesori. Diçka në lidhje me artet marciale. Po, më lexon interesojnë. për këtë pjesë apo jo? Po. Alvi, lexon për këtë pjesë? Po. Çfarë të pëlqen më shumë? Alvi? Çfarë të pëlqen më shumë Alvi? Sporti. Nga ato që ka lexon, njohuritë që ti merr. Çfarë të pëlqen më shumë? Informacioni që ato japin dhe Është ideja që ti e di fare mirë se për çfarë shërben dhe normalisht ja u përcjell dhe të tjerëve, nëse kanë dëshirë të kuptojnë mbi këtë art. Po, në rregull atëherë. Jemi tashmë në momentin muzikor. Kësaj radhe do të shkëputemi nga festivali fëmijëve dhe do të ndjekim një performancë shumë të bukur, të interpretuar nga Eriod Nameti. Ai ka qenë dhe pjesë e mbrëmjes së madhe të vitit 3 dhe ne do ta dëgjojmë përsëri me shumë kënaqësi.
edhe pse pamjen e kemi pak me bret përsëri, kemi një këngë shumë të bukur që Erdion Ameti do ta interpretoj ndaje ndjekim me kënaqësi. Janë të gjithë fëmijë të cilët kanë ardhur në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, kanë kënduar këngët e tyre. Ne i kemi ftuar në natën e madhe të vitit të ri dhe pse jo, këngët më të bukura ti rikujtojmë edhe një herë. E ndjekim. I saw the light of the night that I passed by her window. I saw the flicker shine down all over her blind. She was my woman. I should have seen me, I watch you when I on my mind. My Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. At break of day when the man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I feel the knife in my hand and she laughed no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. She stood there laughing. I feel the knife in my hand and she laughed no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Nga kënga kalojmë në publicitet dhe rikthehemi përsëri në shtëpizën tonë të vogël të Pimbit dhe të Pumbit. Jemi rikthyer pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare përsëri me fëmijët e kursit të taekwondos me profesor Dorian Potkën. Joani e ka mikrofonin në dorë dhe Joan, të lutem, është hapësira juaj. Mundet të bëni vjersha, piktura nëse keni sjell, mundet të bëni përshëndetje, çfarë të keni dëshirë ju. E nisi me Joanin. Unë kam për të thënë një vjersh në greqisht. Shumë bukur, ta Ua, dëgjoj. në Greqi s'kem dëgjuar ndonjëherë. Po, vërtet. Forca Joan. O fagas, ti e isfaga dhe ni me kala, ti e fages tes psites piperies. Suvla ke nja ke pizza ke avga, ke tora ti thes o ti e faga htes. Të lumë. Joani, unë kam një pyetje. A ke një shok të dashur, një shok të preferuar, e njëjta pyetje edhe për ju. A ke një shok zemre? Po. Cili është ai? Shoku im quhet Joan Zoga. I tregon sekrete atij ti? Po, A është ai një shok i mirë? Si Po. sillesh ti me atë? po. O Jonita, kam një pyetje. Po. Puna është nga mbredhur dhe në përmalet e Greqisë ande afër kufirit.
kur dalim xhiro me mamin, po nuk kuptova asnjë fjalë. Çdo të thot në shqip, mund ta thuaj me pak fjalë? Mundet Po, më i asu përcej s'kuptova vjeshën asgjë. Joani? Nuk kuptoj njëri, që kështu Ja, po ja do ta të ishte dëgjoj me gabim. Joanin, ja ta Të marrim dëgjoj vesh dhe Joanin. qarube. Si ishte vjesha në Shqip? Çfarë ke ngrënë? Nuk jam mirë. Çfarë hëngre dje? Mjalt. Po Aty pushore. e kam mendje. Forca Joani, çfarë hëngredje? Dje Suflaqe dhe hëng- pizza. Dje hëngra piper të skuqur, kështu gjiro nante, Oho. picë dhe Sa shumë pas vezë? ka ngrënë? dhe çfarë do? Se çfarë hëngra dje? Aha, në I, rregull. Ka të të bëj me lumë. ushqimin, e kuptove O, pumbin? kjo ishte vjeshtë për mua, sa Ishte qenë. vjesh për pumin ajo. Forca, Alvi. Një vjesh, vjesh ose përshëndetje, përshëndetje? çfarë të duash ti? Një përshëndetje? Kë do të përshëndesësh? Pimbin. Pumbin. Prisni një sekond, se ka të tjetë përpara jush. Prisni ju. Në fillim, disa pjesëtar të familjes time, Po. me pas përshëndetja shkon për Pimbin dhe Pumbin, Jupi, faleminderit. Për profesorin? për Apo jo? profesorin dhe për disa miq tim të ngushtë. Të lumt. Për Të dhe cilët ta folëm për janë? miqt, më trego pak të lutem, miqtë e tu. Si quhen? Po, unë kam, jo vetëm një, por kam shumë shok. Po kush është ai më i ngushtë, po? Mi i ngushtë është Fabio, Mhm. ose Amar. Amar, në rregull. Ja japi mikrofonin shokut të vogël. Kemi një vjesh? Ose përshëndetje? Po. Çfarë themi vjeshe? shpejt? Një është qëllë, një është në, një është baba, një është... E themi dhe një që të dëgjohet. Ja ta Po. mbaj Jona mikrofonin bukur. Ta mbaj Jona mikrofonin bukur që ta dëgjosh ti. Forca. Një është qëllë, një është në, një është baba, një është në, një jam unë jeti, një është në Shqipëri. Të Në lumt, na shumë. Shqipëri. Po mirë, në rregull, më thuaj pak. Shok ose shoqe ke te kopshti? Po. Po, Cili e mësueset- shoku i të Mësueset, një sekond. Mësueset si kanë emrat te kopshti? Alexa. Po mirë, do t'ju japësh një puthje ti nga ekrani atyre, do t'ja bësh puç me dorë, mësueses. Haj bëjmë pak shpejt me dorë. Të mësojnë shumë bukur ato ty? Po tjetër, çfarë bën te kopshti ti? Bën detyra. Shumë mirë. Shkon me dëshirë apo për ton të zgjohesh në mëngjesi si ata gjumashët? Si Derkuci Çufo që për ton të shkonte te shkolla. Ose si Pimbi. Ose si Pimbi që për ton të shkojnë në shkollë edhe pse është në klasën e dytë. Ti shkon me dëshirë? Ah, sa bukur. Janë të vegjël, prandaj duhet t'i pyesim pak më shumë se disa kanë ardhur në emision të japim të gjithëve hapësirën të flasim. Pimbi dhe Je i Pumbi rritur, do ta s'ke marrësh nevojë. një xhiro në Ti s'ke kopësht. nevojë. Atë Po, do na shojmë marrësh drejt në një xhiro në kopësht. dhe më thuaj një përshëndetje apo një vjesht të bukur, çfarë ke dëshirë të thuash, apo të përshëndesësh dhe të flasësh për shokun tënd të ngushtë. Kë do përshëndesim? Pimbin. Do të Pumbi. Një vjesh. Prisni. Pas kemi vjesh. Prisni. Cila është vjesha? Cila vjesha? Po. Po nuk ja di titullin. Po mirë, thuaj vjeshën, s'kaq, nuk ka problem. Hape krahët, fluturove thellë dhe për kalë të shti. Udhëtove qerden. Ku do ta bësh ti? Ty azjes ta mbush ka syri, as kjo pem, as kjo gurme në fund me trimëresh të bërë qerden në flamur. Të lumë, ishte shqiponja jonë dy krenare që qëndrojnë mbi flamurin ton, prandaj kemi flamurin kuq edhe Të zi. si shqiponja. Edhe shqiponja në mes. Jasmina e bukur, çfarë do thuash? Një vjesh? Një vjesh pa do atë fen të flamurit. Këtë ke Flamurit shifti, të po lumë. e moj, këtë ke shifti, dale pak mikrofonin Jasmina, po, mbaj mirë, forca. Unë po veshem ku qezi, më shedjeli edhe hëna base më kanë zili, lumë që shqipe më lindi nëna. Të Bravo, bravo. Po mi, kemi një përshëndetje? Kë do përshëndesim ne? Do përshëndet të mami. Mami. Sa bukur. Edhe Pimbin. Edhe Pimbin, Pimbin. apo jo? Ma jep mikrofonin mua. Beshiri, çfarë do thuash ti, një përshëndetje Një apo vjesh. vjesh? Forca, e themi vjeshën e bukur. Erdhi babi në shtëpi, është lodhur, kush e di, se punon e lodheshu që të jemi lumtur. O, sa bravo, bravo. Që ti jesh i lumtur Shumë, ti. shumë e bukur, dhe ti je gjithmonë i lumtur. Jo vetëm ti, po të gjithë fëmijët janë të bukur dhe të lumtur dhe të shëndetshëm. Është kryesori apo jo? Po, patjetër. Po një përshëndetje të vogël do ta bëjmë? Po, Po.
Këdo Ngrim përshëndesim. syçkat e bukura se kemi të bukura, këdo përshëndesim. Babidoni. Babidoni në rregull. Dhe vetë profesorin e ti. Amari, urdhëro mikrofonin. Amari, përpara. kemi një vjesh? Rrim kështu të bukur Amari. E themi kështu. vjeshën. E themi vjeshën. E mbaj mikrofonin? Forca Amari. Dite bukur, ditë granat, ditë bukur si bëtare. Hajde bura të festojmë dhe flamun të kësën, nësë të mi krejt e li. Me festojmë të si sosë të të ngëdhëm dhe smartë të ndërojnë. Të lumë, Edhe pak shpejt, po normalisht është Amari, dëgjuar, po në këto televizion do përshëndesësh ti. Po. Profesor Doriani. Profesor Doriani Doriani, në të rregull. Amari po ngri syçkat se i ke të Amari, po bukura, tjetër- shikoj njëra tjetër Xhaxhi Albani sa Do i ta mirë. përshëndesësh motrën ti? Apo të ta marrë unë që mos e përshëndesësh? Thuaj, përshëndes motrën, jepi një puthje motrës nga ekrani. Bravo, e puthi motrën. Ma jep mikrofonin të lutem t'ja japim Vivienit. Vivien, çfarë ke përgatitur zemër për sot? Një vjesh apo një përshëndetje? Këto përshëndesim. Përshëndet. Po, e themi një përshëndetje? Këto përshëndesim. Mami. Tjetër? Vivieni, më thuaj pak, ti je te kopshi apo te shkolla? Të kopsh. Te kopshi jot, ke një shoqe të preferuar? Po. Si quhet ajo? Nivja. Nivja. Po, Livja. Livja. po mësuese si e kanë emrin? Anisa. Anisa, e ke shumë gjatë mësuese? Anisa. Po, e ke shumë gjatë mësuese? Po. Çfarë ju mëson ajo te kopshti ju? Dhe mëson numra dhe shkronja. Mo, ti di ti shkruar shkronjat e bukura? Po. Po numrat? Po. Sa bukur. Po kur të bëjmë ne një konkurs të vogël këtu me fëmijët e parashkollorit, do marrësh pjesë ti? Po. Sa bukur më bëhet qefi. Gjorgji, Gjorgji. shojmë drejt dhe më thuaj një Kemi një vjesh apo një vjesh? përshëndetje? E themi vjeshën e bukur, shojmë drejt. Duaj unë sajmi, sa ambël, sa gje, sa e lekte, sa e dlit, sa e bukur, sa e vlerë. Sa e vlerë të lumë. Bravo, Mësuesja bravo. jote, si quhet? Gjenë. Gjeni, po japim një përshëndetje mësuese Gjeni që ta ka mësuar të vjeshtë. Japim një përshëndetje nga ne. Të Shumë lumë. bukur. Po shoku jot i preferuar, kush është tek shkolla? Anseli. O, sa bukur. Bëni shumë rëmu ju të dy apo jeni të urtë? Du. Cila është loja që luani Sa më të bukur? urtë ishit, sa që ishit këtu në këtë emision? Po, s'keni qenë fare. E kuptuam. Po, U kuptuam. çfarë loje luan me shokun tënd? Metalashka. 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 O, do luajmë dhe bashkë pastaj. Në rregull, ja japim mikrofonin Maja. Majës. Maja, shojmë drejt dhe më thuaj një vjesh a diçka tjetër çfarë ke dëshirë ti? Vjesh. Po Maja, e dëgjojmë vjeshën tënde. Acilar të sheshi, i për për një kale, s'këndë bejnë, nuk kërbe një gjallë, më spatë të ndorës, a i soni lavdino, loftoj pave, loftoj për lisë. Të lumë, në rregull. Atëherë ne Ja kemi dhe të marri duar. një shok O, shumë i Jonida, mirë që kam po ja një lidh pyetje. shoqes. Urdhra. Me qenë se kjo vjesha ishte për Skënderbeun, Po. a ka të bëj Skënderbeun me artet marciale? A ka të bëjë Skënderbeu me artet marciale? Dëgjoj. Po ti si mendon? Po se në këto artet marciale bëjnë me shpata, me thika, me shkopinj, me kështu, edhe ai kishte shpatë. Dëgjoj, ki parasysh një gjë. Skënderbeu është heroi ynë kombëtar dhe ai luftoi për lirinë e Shqipërisë kundër perandorisë së madhe osmane. Dhe normalisht në çdo vend që mundet të bëhen dy luftime, Skënderbeu ishte në pozicionin e mbrojtjes si një mbret për të gjithë shqiptarët, si një prijes kryesor për të gjithë ushtrinë shqiptare. Kurse artet marciale e the dhe vetë, po që nuk e kuptove atë që the, sepse nuk i ke lexuar mirë, nuk i ke kuptuar mirë siç i ka kuptuar Joani apo shokët e tjerë Apo Pumbi. Pumbi apo Xhoxhi Ja, apo unë se të bëra gjithë këtë pyetje. i kanë mësuar dhe taekwondoja ka të bëjë me vetë mbrojtjen. Dhe Po ajo artet për mbrojtje marciale- ishte. Jo, nuk ishte njësoj, nuk është njësoj si të luftosh për liri dhe të vetë mbrohesh, dash më tepër tham, artet marciale nuk kanë konkurs, more vesh. Dhe Skënderbeu nuk mund të krahasohet me artet marciale, pavarësisht shpatave që përdorte. Dakord? E kuptove? E kuptove? E kuptove. Shumë mirë. Atëherë, ne do të kalojmë në këto çaste, do të kalojmë tek pralla e interpretuar nga Nëna Mona. Vijojmë të qëndrojmë me shkrimtarin Odisej Grillo. E shohim se kë prallë ka zgjidhur ajo për këtë javë.
Shpejt vinë këto të shtunat. Shpejt vinë se unë e di. Ju me zi i prisni prallat e bukura të autorit Odisej Grillo. Ne mësojmë shumë prej tyre. Ju kam thënë dhe më përpara. Dëgjojni me vëmendje se ka shumë mësime të vlefshme prej tyre. Atere, nuk do humbim kohë. Do fillojmë ta tregojmë prallën tonë. Ajo titullohet Kur të mëson më i vogli. Kërcigjatit i kishin thënë se në harën e madhe ishin pjekur luleshtrydhet dhe tër natën e tër ditën mendja atje i mbeti. I shkonte lëng goja dhe në ndër, pasi kur po hante një shport të mbushur plot me luleshtrydhe, pa dhe një shport tjetër plot me mana toke, o sa i pëlqenin këto ati. Kur u ngrit në mëngjes, futi bukën që i kishte përgatitur mami dhe në çantë, dhe pasi përshëndeti motrat e vëllezrit më të vegjël, u nis në shkollë duke kërcyer si lepur që ishte. Kur ishte në majtë të kodrës dhe hodhi sy të poshtë, ç'të shikonte? Ara e madhe skuqte e zverdhonte nga manat e tokës, sikur t'ishte një qiell me yje në një natë të bukur vere. E sikur të kishte vetëm një kokër, sa ta provonte njerë. Kërcigjati ka përdiju poshtymën. Kështu bënte sa herë kur shikonte ose kujtonte edhe luleshtrydhet, se i pëlqenin shumë. Eci, dhe pas pak u gjendë në krye të dy rrugëve. Njëra të çonte në shkollë, kurse tjetra te ara me luleshtrydhe. Nga të shkonte, cilën rrugë të merte, po mendoheshe. Aty për aty i shkrepi një mendim. Po si kur të mos shkonte në shkollë? Punë e madhe fort se mungoj një ditë. E që janë mungesat e një dite? Luleshtrydhet e arës së madhe e meritonin ka gjë, se nuk kanë shoqe tjetër në botë ato. Të ëmbla i do, të shishme i do, me lënge me aromi i do. As reçeli i qershis nuk i afro e dot, dhe përsëri u gëlltit. Nisi të ecste. Këmbët nuk e quan nga rruga e shkollës, por nga udhëza e arës së madhe. Ece, i dolën përpara manat e tokës. Zgjati donën për të marrë një kokër, kur përpara syve ju çfaq vesh ka ushi duke qarë. Po këtë ç'donte këtu? Mos donte të vinte luleshtrydhe? Pse ishte bërë tërbal të rodhe? Pse ishte qere lankosur kështu? Mos e kishte diktuar i zoti luleshtrydheve dhe e ndiqte nga pas? Kërcigjati e fsheu çantën në një gëmush që të mos ja shikonte vesh ka ushi dhe zuri rrugën. Për ku kështu ti vesh ka ush? Për në shkollë, nuk ma shikon çantën. Mua do ma edhesh ti, e sa kam parun si ty. Pse fshiesh e nuk do të shkosh në shkollë? Për kokën e nanës në shkollë po shkoj. Dhe vesh ka ushi, unë ka shëruje më shumë. Ashtu, po shko në shkollë, po pse je futur në arën e madhe? Apo të duk se shkollën e kanë transferuar këtu në mes të luleshtrydheve? Edhe pse nuk e kuptoi fjalën transferuar, vesh ka ushi e kuptoi mendimin e kërcigjatit. Prandaj ju përgjigj. Jo, unë e di ku është shkolla, po më doli përpara një qeni madh, u tremba dhe jam batha me të katra. Ja, nuk e dëgjon si po le. Kërcigjati zgjati veshët. Nga larg
dëgjoj një ham i ngjyrur. Kjo lehje i kujtoj mirë Kërcigjatit. Ishte zëri bardhoshit, i ati qenit leshtor, që dikur i kishte këputur një copë vesh nga vesh i majt. Ashtu, tha Kërcigjati, dhe e kapi për veshi këvesh ka ushin. Ka frikë se po më gënjen. Lele, mos ma të ri shumë se më dhëmë. U ankua voglushi. Po ku t'i gjonte Kërcigjati? Unë zgënjej kur. Eja të shkojmë bashkë në shkollë, e urdhëroi Kërcigjati. Dhe u nisën. Duke ecur, Kërcigjati thoshte me vete. Ma kaloi dhe veshkaushi që sa një gisht e shko në klasën e parë. Dhe kujt pa, mua që jam sa një derë, dhe shkoj në klasën e 4. A i shkon në shkollë dhe kur e ndjekin qentë e bëhet cop-cop, ndërsa unë desha të haja lule shtrydhe e të mos veja në mësim. Sa turp, më vjen të përcas, më vjen shumë turp kur më mëson një vogël, një kaca mistër si ky. Si ecën sa, Kërcigjati mbajti këmbët e mbeti prapa. Usul e mori çantën nga gëmusha. E hodhi në krah dhe e arriti shokun e tij. Dhe nuk do të haronte kur mësimin që mori prej tij. Edhe më i vogli të mëson. Ai nuk nguroi të kthej në shtëpi kur e ndiqte qeni, por u lodh, u coptua, u langoz, gjeti rrugën për të shkuar në shkollë. Po kështu bëri dhe Kërcigjati, se i erdhi turp, dhe të dy shkuan në shkollë dhe atë ditë e kaluan shumë bukur. Pra, duhet të mësojmë dhe nga më të vegjëlit, të dëgjojmë fjalët dhe këshillat e tyre kur është e nevojshme. Ja, dhe për sot, prallësa jonë mbaroi. Mirupafshim dhe kalofshi një të diel të bukur. Ja pra, kemi ardhur kështu në fund të emisionit edhe për këtë të shtunë, të fundit të shkurtit, në qytetin e Korçës. Sot ndizen zjarret, pasi Korça është ndoshta i vetmi qytet, e tha dhe Pumbi, është ndoshta i vetmi qytet në Shqipëri që festën e ditës së verës e feston 2 herë. Një herë duke u gdhir data 1 mars dhe një herë 13 për 14 marsin. Gjithsesi në çdo shtëpi ne bëjmë kulaçka, bëjmë biskota, bëjmë kek të mirë, bëjmë ato verore. Gjëra templa, po. Vendosin verore ju për ditë verët e Dora? Apo po, edhe ne do të vendosim. Po, edhe Pimbi dhe Pumbi do t'i vendosi, kështu që unë ju falenderoj që keni qenë pjesë e emisionit edhe për këtë ditë. Ne do takohemi në ditën më të bukur dhe më kuptim plot, siç është ajo e javës së ardhshme, dita e 7-8 marsit. Gjithë emisioni do t'i kushtohet mësueses dhe nënës. Por jo vetëm ai emision, gjithë muaji mars do të jetë për mësuesen dhe për nënën, sepse ka shumë klasa të cilat kanë përgatitur koncertet e tyre dhe do të vinë njëra pas tjetrës të interpretojnë në këtë shtëpizën tonë, në këtë skenën tonë të vogël në RTS Korça. Unë falenderoj gjithashtu dhe butik Natalia e Ailin Ana për veshjen time si gjithmonë, e gjeni tek Bulevard Republika. Faleminderit Tea, faleminderit Pimbi dhe Pumbi. Faleminderit. Do të çohemi në këmbë të gjithë, ashtu siç e bëmë me grupin e parë, qëndrojmë në këmbë atje ku jemi. Shikoj sa të bukur janë të gjithë me të bardha. Forca, daj se unë ju pengoj, unë, pengoj Beshirin, dil këtu për para meje. Jo, ti dukesh. E ja këtu Jasmina? Ja ta bësh. Kalojmë këtu Jasmin, me avash, me qetësi, e eqim këtu dhe tani. Si është ajo përshëndetja, duken, ati qëndro zemër, sepse duken të gjithë. Maja, atër, si bëhet ajo përshëndetja, shokët tuaj jenë në fundit, ja bën kështu. Ju si e bëni atë të përshëndetjen? Si e bëni kështu? Na i tregoni dhe ne? Do ta bëjmë kur të them unë 1, 2, 3, do t'i bëjmë duart kështu dhe do të themi mirupafshim. Gati? 1, 2, 3. Forca! Bravo! Mirupafshim! Mirupafshim!